cili është qëllimi i një loje të tillë. Sigurisht që u tha që parat që Trumpi mund të ketë marrë nga lobe të ndryshme dhe tani do të justifikoj parat, por faktikisht parat justifikohen me mënyra të ndryshme. Nuk e pse të ngresh një ciklon të tillë apo një uragan të tillë ku nuk dihet se ku do të përfundojë. Plus kemi edhe një falënderim publik që bëri Netanyahu Trumpit. Jo për lak se sot. Pra do të thonë është i kënaqur. Sigurisht. Ishte bërë lutje edhe në murin ka shkuar në murin e lutjes. Ajo është pjesa, si thua, e make-upit të gjithë situatës, por për të shkuar në thellësi, ata të cilët janë marrë me luftrat, që i kanë parë në histori ato, dinë që luftrat fillojnë si duke u tallur dhe pastaj përfshin gjithë botën në një mënyrë apo në një tjetër. Kështu që sado që ajo mund të ketë nisur si lojë apo nuk ka qëllime të mirëfillte e tjera me radhë. Ajo mund të çojë aty janë të vrarë. Nuk është lojë. Në një përfshirje madje dhe shumë të gjerë se sa. Është një luftë. Po është një luftë sepse është me bomba dhe me... Ja për një minutë tani se... është një luftë... është një luftë në të cilën po harxhohen shumë armatime, po ka viktima pavarësisht se thuhet që... Se duhet dhe një provë analitike, se në qoftë se për shumë Amerikanët kundër të shëndojnë Iranin, pra? Nuk mendoj që është me lojë. Jo, problemi do të ishte shumë problematik në qoftë se Shtetet e Bashkuara nuk do reagonin, sepse Trumpi tha që në qoftë Irani mos guxojë të prekë interesat në rajon. Kjo goditje është lojë dhe nuk do reagojë pas kësaj. Të shohin, Zyshala. Atëherë çfarë ngelet zoti Trump? Presidenti Trump. Ai besueshmërinë e kaloi me sulmin që bëri në Fordo. Jo, tani deri atje ndihmoi Izraelin, tani është sulmuar vetë. Është i kënaqur sepse realizoi një nga premtimet e tij, ose mirë ma bëre që më godite bazat amerikane. Realizoi një nga premtimet e tij edhe të fushatës që do ta detyrojë Iranin që të nënshkruajë një marrëveshje. Pra ka qenë që premtimi i tij, gjithashtu ai mbajti edhe premtimin që i la 2 muaj kohë dhe ditën 61 i dha leje Izraelit që të vazhdonte sulmin dhe goditja vendimtare që i dha operacioni spektakular që ai bëri, kuptoi që ishte në bashkëpunim edhe me Izraelin, por bëri ato, harxhoi ato kapacitete të cilat nuk mund t'i mbulonte vetë Izraeli me avionet B2 dhe me atë llojin e bombës që ishte specifike për këtë rast. Deri këtu gjërat kanë shkuar edhe sipas interesit të presidentit Trump, pra sipas premtimeve që ai pa dhënë. Ideja është këtu tashmë që ai këmbguli që mos të reagoj, pra i çoj mesazhe, bëni presion, unë mendoj që kjo e rrëzimit apo mos rrëzimit të regjimit është një marrëveshje. Dhe deri këtu tash do të ngelen palur të kënaqur të dy palët. Tash ta quajmë lojë apo mos ta quajmë lojë, veni si duhet. Kjo është një marrëveshje e heshtur midis dy palëve. Ju do goditi... Cilat janë palët, pra, Amerikanët dhe Iranianët? Dhe Iranianët, po flasim për këtë fazë, nuk po flasim. Pra, do thënë, do thënë i bie që Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të mbajnë në këmbë regjimin e Iranit. Jo duan të mbajmë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të mos reaguar Irani në mënyrë të egër, sepse mund të hapi shumë probleme. Po që Amerikanët kundër sulmojnë tani Iranin? Kjo do të thotë që nuk është lojë. Edhe kjo që po them unë përsëri, quaj si dush, është një marrëveshje e heshtur, të ngelen të kënaqur të dy palët. Udhëheqësi i Iranit ngelet i kënaqur sepse do vazhdojë ngelet pushtet deri kur të ngrihet populli vet. Po ata shketet që u vranë ata generalët, ata që u vranë gjumë. Ata janë efektet anësore. Janë gur që e mund të eliminohen ata. Po. Pandaj është mirë mos punosh si ushtarak në për regjime, se ikën për leshe dhe as të qajnë. Është mirë ta regjimit ta për ta bërë lojën sa më besueshme, këto janë viktimat. Që loja të dhe besueshme. Loja ka qenë e vërtet. Lufta është luftë. Aty është luftë, do u përdorën bomba.